Kapitulli 5. Mami, nga vin lopët? Gjithmonë jam dires tepër për të folur në publik. Dhe kjo ka ndodhur për shumë arsye dhe për shumë justifikime absurde. Nuk di nga më lindi kjo ide, apo se si arrita ta besoj kaq fort. Pasi lexova këtë histori, unë ndjeva më e fortë, edhe mendova se mënyra e vetme për të çliruar nga kjo lopë ishte që të provoja për herë të parë të flisja në publik. Mu dha mundësia, edhe për habin time të gjithë më përgëzuan. E vetmja keqardhje që kam është që të kuptoj se sa shumë kohë humba për shkak të këtij kufizimi, që unë vetja kisha vendosur vetes dhe që më bënte të ndihesha kaq keq. Ana Maria Contreras Armas, Peru. Asnjëherë nuk ka qenë qëllimi ynë që jetën tonë t'ua kushtojmë kujdesit dhe mirëmbajtjes së lopëve. Lopë që ose na kanë dhuruar prindrit tanë, ose i kemi mbledhur gjatë rrugës së jetës. Po ashtu, ne nuk adoptojmë qëllimisht qëndrime dhe sjellje të cilat sabotojnë suksesin tonë vetëm e vetëm për t'i bërë dëm vetes. Sado absurde që mund të duket, shumica e justifikimeve dhe e besimeve kufizuese që ne përvetsojmë janë rezultat i qëllimeve pozitive. Pas çdo sjelljeje, sado vetë shkatërruese të duket, fshihet një qëllim pozitiv ndaj vetes sonë. Ne nuk bëjmë gjëra thjesht për t'i shkaktuar dëm vetes, por i bëjmë sepse besojmë se në një farë mënyre përfitojmë prej tyre. Personi që ka këtë lopë, ditën që vendos ta lë duhanin e lë pa asnjë problem, thjesht ende nuk e ka marrë vendimin që ta lë. Ky person përdor këtë formë vetmashtrimi për të mbrojtur vetëvlerësimin e tij të ulët dhe për të fshehur pa aftësinë e tij për të çliruar nga varësia. Kjo lopë i jep atij ndjesinë se zakonin e keq e ka nën kontroll, duke e mbrojtur nga e vërteta se në fakt është zakoni i keq që e kontrollon atë. A e kupton rrezikun e një lope të tillë? Fjalë për fjalë, mund ta mbash me vete këtë lopë gjatë gjithë jetës tënde dhe kur të mos ndihesh keq për pafuqinë tënde. Edhe gjithashtu të mos bësh diçka për ta ndryshuar situatën. Ashtu si kjo, shumë besime të tjera kufizuese që i mbartim gjatë gjithë jetës janë rezultat i qëllimeve të mira. Ne i përdorim ato për të mbrojtur vetëvlerësimin tonë. Një nga më të zakonshmet është ideja: unë nuk jam i Zotit për këtë. Nuk mund ta imagjinoni sa shumë njerëz e përdorin këtë ide si përgjigje pothuajse automatike, si në punë, në shkollë apo në shtëpi. A ju duken të njohura këto biseda? Carla. Jose, dua që të bësh një prezantim 5 minutash përpara klasës për një temë që e zgjedh ti, atë që të pëlqen më shumë. Jose. Jo, të lutem, gjithçka tjetër përveç kësaj. Unë nuk jam shumë i mirë për të folur në publik dhe jam shumë i turpshëm. George. Monika, dua që ti telefonosh këtij klienti dhe ti tregosh për produktin tonë të ri. Monika. Unë nuk jam për atë punë. Jam shumë e keqe në shitje. Kjo nuk është fusha ime. Amanda. Mirë, Carlos. Ti do të jesh përgjegjës për të shkruar raportin. Carlos. Po bën shaka? Unë nuk kam asnjë aftësi për të shkruar. Gjatë gjithë jetës kam qenë i dobët në këtë. Gjëja më e trishtueshme është se shumë njerëz që pranojnë dobësitë e tyre kaq shpejt dhe me kaq shumë gatishmëri e bëjnë këtë pa e ditur në të vërtetë nëse janë reale apo jo. Pra, pa e ditur nëse janë të aftë për ta bërë këtë apo jo. Para disa vitesh, gjatë një prezantimi që mbaja në Caracas, Venezuelë, njoha Franciscon, një nga personat që do të merrte pjesë në konferencën ku do të ishin më shumë se 5.000 njerëz.
para fillimit të aktivitetit, patë mundësinë që të bisedonin për disa nga dobësitë që ndonjëherë na kufizojnë. Me vështirësi të dukshme, ai më rrëfeu se trupi i tij i madh nuk e lejonte që të fliste përpara një grupi njerëzish sado i vogël që ai të ishte. Sipas Franciscos, ankthi dhe frika ishin aq të forta sa ai fillonte të djersitej menjëherë. Nuk mund të përqendronte mendimet dhe ndonjëherë nuk ishte në gjendje që të shqiptonte as edhe një fjalë të vetme. Edhe pse raste të tilla janë disi të rralla, për ata që i përjetojnë, ato mund të përfaqësojnë një jetë të mbushur me tension dhe frustrim. Pasi e dëgjova, i thash se pak më vonë do të kisha nevojë për ndihmën e tij. Edhe pse nuk i shpjegova për çfarë bëhej fjalë, ai pranoi me shumë mirësjellje. Kështu, pa hyrë shumë në detaje, i kërkova që të ulej në rreshtin e parë gjatë aktivitetit. Pak minuta pasi fillova prezantimin tim, njoftova se do të më duhej një vullnetar nga audienca. Disa njerëz ngritën menjëherë dorën, por unë thirra Franciscon, i cili, padyshim, mendoi se po jetonte mangthin e tij më të madh dhe më të keq. Si ishte e mundur që ta thërrisja përpara gjithë atyre njerëzve, pasi vetëm pak minuta më parë ai më kishte rrëfyer frikën e tij më të madhe? Përmes një ushtrimi të thjeshtë, kisha qëllim që t'i tregoja fuqinë e bindjes dhe të besimit në vetvete. Për këtë arsye, i kërkova atij që të bënte një prezantim për biznesin e tij përpara gjithë audiencës. Filluam ngadalë. Përpjekja e tij e parë ishte tmerrshme. Me zor munda ta dëgjoja unë, edhe pse ndodhesha vetëm pak hapa larg tij. Kështu që isha i sigurt se audienca as nuk e kishte kuptuar që Francesco kishte filluar të fliste. Përpjekja e dytë nuk ishte shumë më e mirë se e para. Megjithatë, ishte mjaftueshëm e dëgjueshme sa të shkaktonte një murmuritje të përgjithshme dhe disa të qeshura në sallë. Duke qenë se e dija që kjo nuk kishte ndihmuar shumë për të forcuar vetbesimin e tij, vendosa të jepja edhe disa ide dhe këshilla për të shtuar pak më shumë energji dhe entuziazëm në prezantimin e tij. Ai bëri edhe një përpjekje tjetër. Mora edhe disa sugjerime të tjera dhe i dhash dhe një mundësi të katërt. Ajo që ndodhi më pas ishte pothuajse një mrekulli. 10 minuta më vonë, Francisco, i cili për më shumë se 50 vjet kishte qenë viktim e një turpi të theksuar, po qeshte, po bënte shaka me audiencën dhe po mbante një prezantim për kompaninë e tij, i cili u shoqërua me shumë duar trokitje. Të habitur, shumë nga të pranishmit nuk mund ta shpjegonin se si një transformim i tillë kishte ndodhur vetëm brenda pak minutash. Pas aktivitetit, pata mundësinë të bisedoja sërish me Franciscon. I emocionuar, ai mundi të më thoshte vetëm këto fjalë. Nuk e kisha idenë që kjo aftësi ekzistonte brenda meje. Si është e mundur që ne i përvetsojmë kaq thellë besimet kufizuese dhe kur nuk ndalemi për të parë dhe për të shqyrtuar nëse ato janë të vërteta apo jo? Si arrim të bindim veten se kemi dobësi dhe mangësi të caktuara që më vonë zbulojmë se nuk janë reale, ashtu si në rastin e Francescos? Si arrim këto ide absurde për atë që mundemi ose nuk mundemi që të bëjnë të pushtojnë mendjen tonë? Vëzhgoni mënyrën pothuajse të pavetëdijshme se si ne i përvetsojmë këto justifikime, këto lop, për atë që mund ose që nuk mund të bëjmë. Një person mëson të bëjë mirë një detyrë, një profesion apo një zanat. I pëlqen ta bëjë, zhvillon një talent të veçantë për atë detyrë apo për atë profesion, edhe pas një kohe mendon: unë jam i Zoti vetëm për këtë. A e kuptoni çfarë ndodh sapo u tha kjo? Kur arrin në këtë përfundim, pa e kuptuar, personi fillon të mendojë se ndoshta ky është talenti i tij vetëm, thirrja e tij në jetë, vokacioni i tij i vërtet dhe i vetëm. Ai supozon se në asnjë fushë tjetër nuk mund të jetë po aq i aftë,
dhe kështu ndalon së provuari që të zhvillohet në pusha të tjera. Fillon të jap justifikime. Lop. Të gjej arsyen, pra të gjej edhe më shumë lop për të shpjeguar kufizimet e tij, edhe më pas bën deklarata si këto. Unë gjithmonë kam qenë kështu. Nuk kam lindur me talent për këtë profesion. Nuk kam trupin apo aftësinë që kërkon ai sport. Unë nuk kam qenë kurrë i mirë për këtë. Problemi im është se nuk kam personalitetin e duhur. Edhe kështu, pa e kuptuar, ai krijon kufizime që nuk e lejojnë të zgjerojë potencialin e tij. Megjithatë, problemi i vërtet është shumë larg të qenit fizik, i lindur apo i lidhur me personalitetin. Problemi real janë programet mendore që kemi ruajtur në arkivin e ndërgjegjes son, dhe të cilat veprojnë si mekanizma mbrojtës për të ruajtur imazhin që kemi për veten. Gjithsesi, të gjitha këto janë lop, sepse edhe pse nuk mendon se je i pavlefshëm për gjithçka, arrin ta bindësh veten se je i mirë vetëm për një gjë, dhe se pjesa tjetër është diçka për të cilën ti nuk e zotëron ose nuk e ke talentin e lindur. Lopa jote, e cila thot, për këtë jam i Zoti, të jep një ndjesi qetësie, sepse të paktën e di se për diçka je i mirë. Edhe për ta forcuar edhe më shumë këtë ide, i përsërit shpesh vetes se jo të gjithë mund të jemi të mirë për të bërë gjithçka. Megjithatë, e vërteta është se të gjithë kemi aftësi të jemi të mirë në shumë gjëra njëkohësisht, shumë më tepër nga sa jemi të gatshëm që ta pranojmë. Por këtë nuk do ta zbulojmë kurrë nëse më parë nuk e vrasim lopën tonë e cila na thot: për këtë jam i Zoti, dhe vetëm për këtë. Sipas doktor Snyder, profesori psikologjisë klinike në Universitetin e Kansasit, në vitet e para të shkollimit, kur fëmijët fillojnë të shqetësohen për atë që të tjerët mund të mendojnë për ta, ata fillojnë ta lidhin kritikën me refuzimin. Në këtë mënyrë, ata krijojnë dhe fitojnë zakonin e dhënies së justifikimeve në një përpjekje për të mbrojtur egon dhe vetëvlerësimin e tyre. Ndoshta, kur ishe 7 vjeç, të kërkuan që të dilje përpara klasës për të recituar një poezi, dhe mësuesi qeshi, ose disa shok u tallën me ty. Gjë që siç pritet të bëri të ndihesh keq, dhe që nga ai moment ndalove së recituari përpara njerëzve të tjerë, ose ndalove së foluri në publik. Kështu, shmange turpërimin përpara shokëve të klasës dhe u shpëtove kritikave të tyre. Pas shumë vitesh, duke lejuar që kjo lopë të rritet dhe të shëndoshet në stallën e mendjes tënde, përfundove duke pranuar se të folurit në publik nuk ishte një nga aftësitë e tua, dhe se thjesht nuk ishe talent për ta bërë këtë. Dhe fakti që dëgjon se nuk je i vetmi që vuan nga kjo frikë, të jep një lloj qetësie, pasi ti e di se nuk je i vetmi. Dhe sot, në moshën 40 apo 50 vjeç, kur dikush të kërkon që të bësh një prezantim të shkurtër në punë, ose të flasësh për 5 minuta rreth projektit tënd ku po punon, ti përgjigjesh: shiko, më kërko që të bëj të gjithë punën. Po desha ta shkruaj dhe ta printoj unë. Ose, po të duash, merrem unë me të gjithë kërkimin e nevojshëm. Por të lutem, mos më kërko të dal përpara atyre njerëzve dhe të flas, qoftë edhe për 5 minuta, që ndoshta janë vetëm 6 persona, sepse në ato fush aftësitë e mia janë 0. Është e mundur që të kenë kaluar më shumë se 30 vjet pa u përpjekur që ta bësh përsëri këtë. Por ti supozon se aftësitë tua janë ende të njëjtat me ato kur ishe 6 vjeç, gjë që sigurisht është absurde. Kështu, shumë herë lejojmë që një lopë që ndodhet në mendjen tonë prej shumë vitesh dhe që sot ndoshta nuk ka më asnjë vlefshmëri, të na tregoj se çfarë mund të bëjmë dhe çfarë nuk mund të bëjmë.
Ajo që dua të kuptosh është se shumë nga kufizimet që mbartim aktualisht nuk janë fizike dhe nuk kanë të bëjnë as me aftësinë tonë mendore, me dhuntit tona apo me talentet tona, por ato kanë të bëjnë me besimet kufizuese që në shumicën e rasteve janë ide të gabuara për potencialin ton të vërtet dhe rreth asaj që është ose nuk është e mundur për ne. Mos harro, çdo ide e gabuar që e mbajmë për një kohë të gjatë në ndërgjegjen tonë dhe që e vërtetojmë përmes veprimeve dhe fjalëve tona, funksionon si një formë vetë hipnoze. Kjo është pikërisht ajo që i pengon shumë njerëz që të kenë sukses. Përmes kësaj forme të vetë hipnozës, ata kanë arkivuar në mendjen e tyre një sër besimesh dhe idesh të rreme që ndoshta dikur kanë pasur një farë vlefshmërie. Megjithatë, duke qenë se ende nuk janë fshirë, ato vazhdojnë që të ushtrojnë efektin e tyre kufizues nga thellësia e ndërgjegjes. Mbaje parasysh se do të shndërrohesh në atë për të cilën mendon vazhdimisht. Këtu qëndron edhe rreziku i lejimit që mendimet të gabuara dhe të shtrembëruara të gjejnë vend në mendjen tënde. Lajmi i mirë është se ti je ai që vendos se çfarë hyn dhe çfarë nuk hyn në mendjen tënde.